Deti nuk mban sekrete për gjithmonë. Atë mëngjes peshkatari veteran Michael Brennan mendoi se do të gjente vetëm karavidhe në rjetat e tij, por dallgët i kishin sjellë diçka që nuk ishte parë prej shekujsh. Një arkivol, lisi i mbuluar nga guaskat dhe kripa, i ngecur mes shkëmbinjeve të një ishulli të braktisur. Kur kapaku i ndrishkur u hap me një kërcitje rrënqethëse, ajo që shkëlqeu brenda nuk ishte thjesht arri dhe argjendi, por një histori dashurie dhe vdekjeje e varosur nën ujë që prej vitit 1800. Kush ishte Eleonora e dashur dhe pse ky arkivol u shfaq pikrisht tani? Qëndroni me ne, sepse ky zbulim prej $2 milion do t'ju tregoj se disa thesare peshojnë më shumë se ari. Deti ishte i qetë atë mëngjes, duke u shtrirë pafundësisht në një qiell të pikturuar me ngjyra të argjentit dhe bluz. Peshkatari veteran Michael Brennan kishte kaluar pjesën më të madhe të jetës së tij këtu jashtë, duke ndjekur baticat dhe duke lexuar dallgët si faqe të një libri. Por atë ditë diçka ndihej ndryshe, sikur oqeani po pëshpëriste sekrete që vetëm ai mund t'i dëgjonte. Ai po kontrollonte kurthet e tij të karavidheve, pra një ishulli të vogël të pavanuar, rreth 10 milje larg bregut, ku syt i kapën diçka të huaj mes shkëmbinjave. Nuk ishin drujt e zakonshëm të dalën në breg apo mbetjet e rjetave të grisura. Ishte diçka e ngurtë, drejt këndëshe dhe shumë e dokuruar për atë bregdet të ashpër. Në shikim të parë ai mendoi se mund të ishte një varkë e vjetër detari nga ato që kontrabandistët përdornin shekuj më parë. Por ndërsa varka e tij afrohej, skena u bë e padiskutueshme. Një arkivol i goditur nga koha, i gjysmë varosur në leshterik dhe i mbuluar plotësisht me guaska. Sipërfaqja e tij ishte prej lisit të errët, e gdhendur me modele të zbekta që dukeshin pothuajse të shenjta në shtresat e kalvjes. Duart e Michaelit dridheshin ndërsa fiku motorin dhe la rrymën ta çonte më afër. Të shehje një arkivol që nxirrte detin në breg nuk ishte diçka që ndodhte çdo ditë, veçanërisht në një ishull të braktisur prej kohësh nga njerëzit. Ai rëmbeu radion, me zemrën që i rikte fort. Patrolla bregdetare, këtu flet Brennan. Nuk do ta besoni se çfarë sapo gjeta, tha ai me zërin e pasigurt. Oficeri në anën tjetër i tha të mbante distancën. Objekti mund të ishte historik ose, më keq akoma, i rrezikshëm. Qëndro aty derisa të mbrim ne, e paralajmëruan ata. Por kurioziteti i Michaelit ishte më i fortë se kujdesi. Ai hodhi spirancën dhe hodhi hapat mbi bregun shkëmbor. Arkivoli ishte bllokuar mes shkëmbive sikur vetë deti i kishte vendosur ta kthente mbrapsht. Pastroi guaskat, duke zbuluar pajisje bronzi të zbekta dhe mentesha të ngrëna nga ndryshku. Për një moment ai hezitoi. Kishte dëgjuar tregime nga detarët e vjetër për arkat të mallkuara dhe kurthe të rëna pas nga piratët, për alla të kryuara, për të mbajtur larg budallënjt që fusnin hundët atje ku nuk u takonte. Por diçka thellë brenda tij i përshpëriste se kjo ishte ndryshe. Ai mori një levë nga varka e tij dhe e mbështeti nën kapak. Metali rënkonte duke i rezistuar, sikur donte të qëndronte i mbyllur. Hajde djalosh i vjetër, mërmëriti ai, duke luruar me forcë shullin e ndryshkur. Një kërcitje gjatë bëri e honë në përbrek ndërsa kapaku filloi të ngrihej. Aroma e kripës dhe e dekompenzimit çekullor goditi me njëherë dhe Michaeli instinktivisht bëri një hap pas. Për një moment të shkurtër, përmbajtja brenda shkëlqeu në diell si argjent dhe diçka tjetër e mbështjell me qefin. Gjunjët i u dobësuan ndërsa shikoi më afër. Ajri u rëndua. Rakjet e zemrës së tij ishin më të larta se dallgët që përplaseshin. Ajo që shtrii brenda nuk ishte një arkivol i thjesht. Ishte një kapsul kohe nga një botë tjetër, e mbushur me relike të një jete të shkuar prej kohësh. Dhe kur pa konturin e brishta asaj që kishte mbetur nga personi i varosur brenda, formën e një dore që ende shtrëngonte një medaljonari, sytë e Michaelit u mbushën me lot. Nuk ishte thjesht thesar që ai kishte zbuluar. Ishte historia e dikujt, e vulosur nga koha, tani e vendosur në duart e tij që dridheshin. Deti dukej më i qetë tani, sikur edhe dallgët po mbanin frymën. Brenda shtrihej një qefin i kalbur, që mezi mbaj pas një forme njerëzore të shndruar në kocka dhe pluhur. Përreth saj shkëlqenin unë dhe ari,
kupa argjenti dhe bijuteri delikate, të gjitha të pleksura me leshterik. Ishte një bukuri e çuditshme dhe ndjellëse, një pamje në një shekull tjetër. Me kujdes Michaeli zgjati drejt medalionit dorën që ende qëndronte në dorën skeletike. Ai e fshiu dhe vuri re një gdhenjë. Për Eleanorën time të dashur, të lidhur përgjithmonë nga deti. Krahërori i tij u shtrëngua. Kushdo që ishte ky person, nuk kishte humbur. Ata kishin lënë këtu qëllimisht, të rrethuar me dashuri dhe pasuri, njëkohësisht. Zhurma e një motori që po afroi priste qetësinë. Patrolla bregdetare kishte mbritur më në fund. 2 oficerë dhe një arkeologe detare zbritën në ishull. Ata ngrin kur pan arkivolin e hapur. Çfarë në emër të Zotit, pëshpëriti njëri prej tyre. Arkeologja ul pranë arkivolit, duke kaluar gishtat me doreza mbi objektet e dorëzuara. Sytë e saj u habitën. Këto shenja janë viktoriane, tha ajo, mesi i viteve 1800, do të thoja. Kjo është e jashtëzakonshme. U konfirmua më vonë se arkivoli ka të ngjartë i përkiste një familje të pasur britanike që humbi një të dashur në det gjatë një udhëtimi nëpër Atlantik. Në vend që ta riadvesonin trupin, ata kishin kryer një varim ceremonial në det, duke mbyllur thesare së bashku me të afërmin e tyre për të nderuar kalimin e shpirtit. Me kalimin e kohës, rryma dhe stuhit duhet ta kenë tërhequr atë mihra milje në veri derisa u çlirua më në fund nga batica. Zbulimi u bë publik dhe historianët e quajtën atë një nga varimet detare viktoriane më të ruajtura mirë që ishin gjetur ndonjëherë. Por për Michaelin, mirënjohja do thoshte pak krahasuar me peshën e të parit drejt për drejt në një kapitull të haruar të dhimbjes njerëzore. Javë më vonë, qeveria e shpërbleu atë me një tarif 30% të vlerës së vlerësuar të koleksionit. Shuma arriti në më shumë se $2 milion, mjaftueshëm për të ndryshuar jetën e tij modeste për gjithmonë. Por kur u pyet se si planifikonte t'i shpenzonte ato para, Michaeli thjesht tha, mendoj se do të rregulloj portin e vjetër dhe do të ndërtoj një memorial atje, për ata që deti nuk i ktheu kurrë mbrapsht. Në mbrëmjet e qeta, vendasit ndonjëherë e shihnin atë duke ndenjur pranë skelës, duke parë horizontin ku uji takohet me qiellin, vendin ku ai gjeti për herë të parë arkivolin. Deti ende pëshpëriste, por tani tingëllonte pothuajse mirënjohës, sepse një burr kishte vendosur të dëgjonte. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? A mendoni se disa thesare duhet lënë në fund të detit? Apo ishte fati që Michaeli ta gjente atë? Ju lutem na tregoni në komente dhe nëse ju pëlqeu kjo video, bëni like dhe abonoheni në kanalin ton. Mirupafshim.